Me ndryshimet klimatike, zjarret janë duke bërë gjithnjë e më agresive, duke dëmtuar jo vetëm pronat, pyjet dhe banesat, por edhe jetë njerëzish. Sipas një analize që ka bërë Ministria e Shtetit për Pushtetin Vendor, Shqipëria ka arritur dhe kaluar standardin e BE-s për numrin e zjarfikësve për banor, por ndërkohë është shumë pas me mjetet dhe logjistikën. Në një analizë të posaçme mbi shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, MZSH tregon një progres të dukshëm në burime njerëzore, por ngjecje shqetësuese në kapacitetet logjistike. Gjatë dekadës së fundit, që prej vitit 2016, kur bashkitë morën zyrtarisht menaxhimin e këtij funksioni nga Ministria e Brendshme, numri i efektivëve zjarfikës ka pësuar një rritje pothuajse dyfish, nga 739 punonjës që ishin në fillim të procesit, në vitin 2024, ky numër ka arritur në 1371 në fund të 2024-s. Për shkak të nevojës për të zbatuar standardet minimale të personelit, bashkitë e vogla rezultojnë të kenë më shumë zjarfikës për frym se ato të mëdhat. Në krahun tjetër, situata e mjeteve paraqitet më problematike. Treguesi automjeteve zjarfikse mbetet në kuotën e 1 mjeti për çdo 10.000 banor, një nivel pothuajse i pandryshuar nga viti 2023. Trendi në rënje i mjeteve funksionale shpjegohet kryesisht me daljen e tyre nga shfrytëzimi për shkak të vjetërsisë. Në logjistik kemi një hendek të madh me vendet si Gjermania apo Austria, pasi në këto shtete standardet janë shumë më rigoroze, ku zonat urbane me densitet të lartë mbulohen me një automjet për çdo 500 deri në 1000 banor. Përballë efekteve gjithnjë e më të prekshme të ndryshimeve klimatike dhe shtimit të fatkeqësive natyrore, të dhënat tregojnë se personeli i trajnuar nuk mjafton pa investimet e duhura në infrastrukturë. Nevoja për mjete të reja, veshje mbrojtëse dhe pajisje moderne është tashmë emergjente. Pa një ndërhyrje të koordinuar për të rinovuar flotën logjistike, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri rrezikon të mbetet i pafuqishëm përballë situatave kritike, pavarësisht rritjes së numrit të personelit.